محبة والهنا وطني أتذكر من أنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndershëm besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Allahu subhanahu wa taala njerëzit i ka ndarë në 3 kategori. Prej atyre janë pabesimtar, munafik dhe besimtar. Njeriu është në njërin prej 3 gjendjeve të besimit. Ose është kafir, ose është munafik, ose është besimtar. E para dhe e dyta shkojnë zjarr nëse vdesin si tillë. Çdo pabesimtar që vdes si tillë është në zjarr për gjithmonë. Dhe çdo munafik, çdo dyftërësh që e ka shfaqur Islamin, por në rëndësinë e tij e ka pas kufrin, nëse vdes si tillë, është për gjithmonë në xhehenem. Dhe për këtë nuk ka nevojë as me utut, as nuk ka nevojë me të dhimbt, nga se ai që zgjedh me vdek në kufër, ai ka zgjedh vetë më konë për gjithmonë në xhehenem. Pse duhet më na ardhë neve keq për te? Edhe ai që ka zgjedh me qenë munafik, me shfaq Islamin por në zemrën e tij me rujt kufrin, ai ka zgjedh vetë me qenë prej banorëve të xhehenemit. Nuk ka nevojë me pas na dhimbshuri për ta, ose me bë munafiki të dyfisht, me thonë se ne nuk e dim vendin e tyre, neve nuk na takon gjykimi për ta, as nuk është gjykimi joni për ta, as nuk është që ne e dim vendin e tyre vetë, por për ta ka gjykuar Allahu në librin e tij Kur'an se janë pabesimtar, edhe për vendin e tyre gjithmonë në xhehenem ka treguar Allahu subhanahu wa taala në librin e vet. Sa e përket kategorisë parë, ata janë pabesimtar, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: Innal ladhina in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Nëse ju e mohoni Allahu subhanahu wa taala, Allahu s'ka nevojë për juve asnjë gjë. Wala yarda ankum al-kufr. Por nuk është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala që ju ta mohoni atë. In takfuru, nëse mohoni Allahu subhanahu wa taala, fa inna Allaha ghaniyun ankum. Allahu s'ka nevojë për juve hiç. Ai është i pasur. Kufri u kthehet atyre të cilët kanë bërë kufër, nuk e dëmton
Allahu subhanahu wa taala asnjë gjë. Wala yarda, por as nuk kënaqet Allahu subhanahu wa taala li ibadihi al-kufr. Nuk është i kënaqur që Allahu subhanahu wa taala robët e tij të bëhen pa besimtar. Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur që robët e tij, njerëzit, në përgjithësi të jenë besimtar. Por nga drejtësia Allahu subhanahu wa taala është që i kalon njerëzit të lirë. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, kush dëshiron në të beson. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, kush dëshiron në të bëhet kafir. Ajetin tjetër në shpjegim të këtij ajeti thot Allahu subhanahu wa taala: La ikraha fi d-din, nuk ka dhunë në fe. Kuptimi është shpjegimi i ajetit të parë: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, kush dëshiron në të beson. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, kush dëshiron në të bëhet kafir. Pra në çështjet e besimit nuk lejohet, as nuk është e mundur me detyrua kërkon me besua diçka që imponohet. Nga se besimi është çështje e fshehur. Dhe në zemrën e njeriut me besu ose mos me besu, e din edhe mundet me ndërhyj vetëm Allahu subhanahu wa taala. La ikraha fi d-din, njerëzit me dhunë nuk hyhen në fe, nga se edhe nëse hynë në fe për shkak të ndonjë frikë ose ndonjë dhune, ai hyn në aspektin fizik dhe atë që duket, por në zemrën e vetëm shef kufrin. Sigur që besimtarët në raste të vështira kanë të drejtë me shfaq ose me shqiptua kufrin, por në zemrat e tyre është imani. In takfuru, nëse ju e mohoni Allahun, fa inna Allaha ghaniyun ankum, Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për juve, edhe kufri ose dëmi i kufrit i kthehet atij i cili mohon. Wala yarda li ibadihi al-kufr, dhe Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur që robërit e tij ta mohojnë atë. Kur është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala me robërit e tij, kur ata bojnë sikur kanë bërë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, radiallahu anhum, Allahu subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur me ta, wa radu an, edhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahu subhanahu wa taala. Andaj çështja është e thjeshtë. Kushdo që dëshiron ta di se Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me të ose jo, veç në ta shikon veten, veprat e tij, a janë të ngjashme me veprat e atyre me të cilët ka qenë i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, ata janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse kategoria e dytë janë ata të cilët në Kur'an quhen munafikin. Munafik, por thimi në gjuhën shqipe bëhet dyftyrësh, por kuptimi është më i thellë se sa kaq. Munafik, kuptimi i tij i plot është njeriu i cili në dukje e shfaq islamin, edhe i ka veprat e muslimanëve, nga se çështja tash është ngatruar. Gojën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i llogaritnin musliman vetëm ata të këtë cilët i vërenin veprat e islamit, sikur që janë namazi, zakati, agjërimi, haxhi dhe të tjera. Dhe nëse nuk i vërenin, nëse nuk i shihnin me sytë e tyre veprat e islamit, nuk llogaritej musliman. Por edhe ata të cilët në shikim i bajnë veprat e islamit, Allahu subhanahu wa taala disa prej tyre në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i ka llogarit musliman. Nëse ata i kanë shfaq veprat me praktik, por në besimet e tyre, në zemrat e tyre ka pas dyftërsi. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Ka disa njerëz të cilët thonë ne besojmë Allahun dhe ditën e Kiametit. Dhe kjo është vepër e gjuhës e cila është e shfaqur, e dukshme, nëse dëgjohet personi duke shqiptuar deklaratën e tij se e beson Allahun dhe ditën e Kiametit, por thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ma hum bimu'minin", ata nuk janë besimtar. Yukhadi'un Allaha walladhina amanu, me veprat e tyre dhe me deklaratat e tyre mundohen me mashtru Allahu subhanahu wa taala dhe besimtarët, e mashtrimi i tyre është shfaqja e islamit,
kurse në mbrëmsinë e zemrave të tyre e ruajnë mosbesimin, e ruajnë kufrin, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, por në realitet të Allahu subhanahu wa taala ata nuk e mashtrojnë kërkën tjetër përveç veteve të tyre, por sa ata nuk e vrejnë këtë. Nëse shihni në dy ajetet në të cilat Allahu subhanahu wa taala flet për pabesimtarët, edhe flet për ata të cilët janë munafikin, dyftyrësh, për të parën thot Allahu subhanahu wa taala fa inna Allaha ghaniyun ankum. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për juve kur hiç. Për llojin e dytë thot Allahu subhanahu wa taala wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ata nuk e mashtrojnë kënë, përveç i mashtrojnë vetet e tyre. Edhe grupi i parë edhe grupi i dytë, prej tyre Allahu subhanahu wa taala është distancu, është largu, i ka mohua dhe i ka cilësua si njerëz të cilët e kanë humbur rrugën e drejtë dhe kanë humbur qëllimin për shkak ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy. Pra atyre të cilët janë pabesimtar ose janë munafikin, ata i kanë edhe cilësitë e tyre. Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy. Pra tyre cilësi e tyre, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë këta që e shqetësojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna huwa udhun. Dhe thonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ky pe i kshir punë të huaja. Po e ngon hallkun çka po folin. Kjo është prej cilësive të munafikëve, prej cilësive të atyre të cilët nuk janë besimtar, nëse mundohen me gjetë vërejtje të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të fjalët e tij ose të veprat e tij. Kurse besimtarët janë ndryshe. Besimtarët çkado që ju vjen prej Allahut në Kur'an dhe prej hadithit fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sunnet, qalu thon sami'na wa ata'na, ne ndëgjojmë, pranojmë dhe besojmë, edhe kemi me punu që sa të kemi mundësi, ashtu që shka thonë Allahu dhe që shka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që vetën e qunë musliman, por mundohet me bë vretje në dispozita, librin e Allahut, ose vretje në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është musliman. Fala wa rabbika la yu'minun. Pasha Allahun, betohet Allahu subhanahu wa taala në vetën e vet. Dhe Allahu subhanahu wa taala në vetën e tij është betuar në Kur'an vetëm 4 vende. Njëri prej tyre është ky, fala wa rabbik, pasha Allahu, la yu'minun, nuk janë besimtar. Pra, janë pa besimtar ose munafikin. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Derisa në mes tyre, në problemet mosmarrveshjet e tyre, të gjykojnë sipas asaj që ka zbritur Allahu dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një. Thumma la yajiduna fi anfusihim min harajan mimma qadayt. Pastaj pas gjykimit nuk kanë vërejtje në zemrat e tyre. Pra janë të kënaqur me gjykimin e Allahut dhe gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse ai gjykim ka qenë kundra interesave të tyre, ata janë të kënaqur se kështu është drejtësia e Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o yusallimu taslima. Dhe kushti i tretë për me qenë besimtar, i nënshtrohen plotësisht gjykimit të Allahut dhe gjykimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kundërta atij që nuk i nënshtrohet plotësisht gjykimit të Allahut, janë ata të cilët gjojnë vërejtje ose mundohen me bë vërejtje në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në veprat e tij. E pse që kjo është e lejuar? E pse pejgamberi sa ka bërë kështu? E pse ka marrë këtë ashtu? E pse ka shku? Këto janë fjalë të atyre të cilët ose shenja të atyre të cilët treguohet se në zemrat e tyre ka munafiqi. Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy, këta e shqetësonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ishte gjallë dhe janë munafiqët e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse munafiqët e sodit e shqetësojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fjalët e tyre duke qenë ai i vdekur.
O e kulune hua udhun, ata në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ajet ka ardhur shprehja hua udhun, ajo është vesh. Dhe qëllimi ishte, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dëgjonte se dikush prej shokëve vet, ka thonë ndonjë fjalë gabim, ose ka bën ndonjë veprim gabim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmirësonte. Dhe munafikëve kjo s'u pëlqente. O e kulune hua udhun, thoshin ai veç puna ngon neve që apo fuel mina, edhe na thot kjo nuk është mirë, kjo është kufër, kjo është munafiki, kjo është haram, kjo është vërejtja që kanë pas munafikët, kurse nipat e tyre i kanë vërejtjet e tyre të ngjashme me stërgjyshit e tyre që kanë bën kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka një kategori tjetër, në atë kategoria besimtarëve, kategoria e tretë, për të cilët Allahu subhanahu wa taala tregon edhe se çysh duhet mos sjell me akuzat e me shpifjet e me gënjeshtrat e me arsyet që i bojnë pa besimtarë dhe munafikët për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe i shpjegon Allahu subhanahu wa taala cilësitë e tyre, të cilët kanë mjetuar këtë dynjë sipas asaj që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur, dhe në ditën e Kiametit Allahu subhanahu wa taala ka më fut ata në rahmetin e tij dhe ka më quajtur ata në xhennetet e tij. Se përket përgjigjes që duhet me apo besimtar, atyre të cilët bëjnë vretje librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdim, kul udhunun khairul lakum, thuaj atyre që po akuzojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se po i ndëgjon fjalët e njerëzve që po folin, pastaj po mundohet me i korrigju. Thot Allahu besimtarëve thuaj udhunun khairul lakum, që kjo që pyet nga juve që po keni vrejtje për të, është më i mirë se ju. Është më i mirë se ju. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ai beson Allahu subhanahu wa taala, ju nuk i besoni. Wa yu'minu lil mu'minin. Ai beson edhe besimtarëve në fjalët e tyre që i folin, kurse ju nuk i besoni. Wa rahmatun lil ladhina amanu, dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë rahmet mëshirë për ata të cilët e besojnë Allahu subhanahu wa taala dhe e besojnë ditën e Kiametit. Wal ladhina yu'dhuna Rasulullah, kurse ata të cilët e shqetësojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lahum adhabun alim, ka me i prit dënim i dhimbshëm te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo mbrojtje vlen edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe për të gjithë besimtarët. Ky duhet me qenë qëndrimi i besimtarëve, kur pa besimtarët i sulmojnë ose i akuzojnë besimtarët. Në transmetim të saktë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve të vet, që ka pas emrin Khalid ibn Walid, e ka thyer një marrëveshje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kishte bën me mushrikinët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte bën marrëveshje të përkohshme që mos me i sulmua mushrikët. Dhe ishte koha e muajve të shenjtë në të cilën lufta është ndaluar. Në rrugën sipër Khalid ibn Walid me njësinë e vet luftuese i ka takuar disa mushrik, të cilët edhe në numër e ka llogaritë se mundet me i mujt, edhe në pasurinë e tyre që ka qenë shumë të ka llogaritë se mundet me e marrë si plashk lufte. Dhe i ka sulmu. I ka vra ata që i ka vra dhe ka marrë pasurinë e vet. Kur përhap fjalën se Khalid ibn Walid ka sulmuar, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë marrëveshje mos me sulmu, Khalid ibn Walid ka luftuar në ditët e muajve të shenjtë, kurse për muslimanët lufta është ndaluar në këto ditë, në këto muaj, kanë ardhur mushrikët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe janë anku. Ata i bën gabimet e veta sa prej tokës së qiell dhe nuk kanë kohën kërkon, por nëse muslimanët e bojnë një gabim, gabimin e muslimanëve e bojnë shumë të madh. Kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thonë shoku jot, e ka thyer marrëveshjen tonë edhe e ka luftuar njerëzit e tanë që në librin e juve është ndaluar me luftuar këta muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kthy përgjigje. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet nga mendja vet, por flet çka i thot Allahu subhanahu wa taala me shpallje, me vahi, derisa ka zbrit fjala e Allahut. Yes'alunaka 'ani ash-shahr al-haram. Të pyesin ty Muhammed për muajt e shenjtë.
qitalun fihi, lufta në ato muaj. Dhe ata të pyesin për shkak se në ato muaj ka luftu Khalid ibn Walidi. Qul qitalun fihi kabir. Thuaj thot Allahu subhanahu wa taala, nëse është bën një shkelje e tillë, kjo është shkelje e rënë. Kjo është gjëna që ka bërë dikush për besimtarëve. Dhe qëndrimi i besimtarëve ndaj besimtarëve të tjerë duhet me qenë i drejtë. Nëse bën gjëna edhe më i miri i tyre, duhet me gjykue me gjëna, se kjo është e ndaluar. Kjo s'lejohet. Gjëna nuk lejohet as për të lartin e muslimanëve, as për të mesmin, as për atë që është i zakonshëm. Kul qitalun fihi kabir. Thuaj atyve, ky që ka bën një gabim të madh. O saddun an sabilihi, ama ju që keni bën çfarë poshtësinë keni ju, që i pengoni njerëzit në rrugën e Allahut. Edhe i keni përzon prej Çabës, prej Mekës, edhe i keni mbyt njerëzit e padrejtë. Kjo është shumë më e madhe te Allahu subhanahu wa taala. Dhe pas kësaj ngjarje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ofruar Khalid ibn Walidin afër vetes, edhe ka bënë një dua, e ka thonë një fjalë, Allahumma inni, o Zot, unë distancohem mimma fa'ala Khalid, prej asaj që ka vepruar Khalid ibn Walidi, por se Khalid ibn Walidi është vllau i jem. Unë distancohem prej veprës së ndaluar që ka bërë Khalid ibn Walidi, një besimtar, por se Khalid ibn Walidi është vllau i jonë dhe ne nuk largohemi, as nuk distancohemi, as nuk ofendojmë, as nuk i përkrojmë ata të tjerët, të cilët nëpërmjet kësaj mundohen me sulmu fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina amanu, sa përket atyre të cilët kanë besu Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo është grupi i tretë, lahum jannat, në ditën e kiametit në ahiret, për ta Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur xhenete khalidin fiha, në të cilat kanë me qenë për gjithmonë, wa dhalika al-fawz al-azim, dhe kjo është një shpërblim i madh. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që mos na bëjë për atyre të cilët mohojnë, as për atyre të cilët bëjnë munafiki, dëftërsi, por të na shtojë Allahu subhanahu wa taala udhëzimin për krah udhëzimit që kena, na shtojë besimin për krah besimit që kena, dhe të na bëjë për atyre të cilët jetojnë duke qenë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me ta, dhe që vdesin duke qenë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me neve, në ditën e kiametit ta marrim atë që Allahu subhanahu wa taala u ka premtuar besimtarëve. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.